Një aksident automobilistik ka ndodhur mes ditën e kësaj të njëjteje në shëtitoren Lungomare. Një automjet i llojit Benz, i cili drejtoi nga një 31 vjeçar me shpejtësi të lartë, ka aksidentuar në segmentin rrugor një burr të moshuar rreth moshës 70 vjeç. I moshuari në ato momente ka qenë duke kaluar nga një anë e rrugës në tjetrën, por jo në vend kalimin e këmbësorëve, pra tek vijat e bardha, duke u aksidentuar nga drejtuesi Benzit, i cili nuk i ka vënë re në kohë dhe si pasojë nuk ka frenuar duke aksidentuar të moshuarin. Përplasja ka qenë e fortë, aq shumë sa xhami i përparëm i makinës së llojit Benz është dëmtuar ndjeshëm. Në vendngjarje, por edhe në makinën e llojit Benz ngjyrë gri, dallohen qartë shenjat e përplasjes së fortë të aksidentit. Pas përplasjes me makinën, 70 vjeçari ka përfunduar i lënduar në tokë. Kanë qenë kalimtarët e rastit, por edhe drejtuesi i automjetit, të cilët janë munduar të japin ndihmën e parë në kohë. Më pas është lajmëruar dhe ekipi i urgjencës së Spitalit të Vlorës, i cili ka mbërritur brenda pak minutash në vendngjarje. I moshuari më pas është transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku ka patur lëndime të shumta në trup, gjymtyr dhe kokë. Ai po merr ndihmë mjekësore më të specializuar në Spitalin e Vlorës, por fatmirësisht raportohet jashtë rrezikut për jetën. Bluzat e bardha të Spitalit Rajonal po e mbajnë në monitorim edhe për shkak të moshës së tij. Gjithashtu, në policinë e Vlorës është shoqëruar edhe drejtuesi i automjetit, 31 vjeçari, i cili ka qenë edhe shkaktar i këtij aksidenti. Ai është marrë në pyetje, teksa pritet që policia e Vlorës për aksidentin në fjalë në orët në vijim të japi edhe një informacion zyrtar për të bërë të mundur edhe më tepër detaje. Materialet procedurale e tashme, pas mbledhjes së provave në vendin e ngjarjes, i kanë kaluar policisë, e cila po heton dhe po përpilon dosjen për t'ia kaluar më pas prokurorisë për të marrë me hetimin e mëtejshëm të këtij aksidenti.